Mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kemi shumë kohë pa bërë vlog, kemi qenë në 2025-ën. S'kemi bërë fare vlog këtë vit, domethënë që kur është futur 2026 s'kemi bërë fare vlog. Në fakt unë kisha bërë dhe një video me Agjellën duke provuar disa ëmbëlsira që nuk e postova. Do ja u them pak më vonë arsyet pse nuk e postova. Tani kush e di çfarë thot Agjella tani, na lodhe kod duke provuar, Na thu një përshëndetje këtu. Përshëndetje. Unë këtë vlog e hapa, sepse sot do bëj një ndryshim. Një ndryshim që ja u kam thënë dhe më përpara që mendoja para 2 viteve që mendoja që ta bëj dhe erdhi ora që ta bëj. Ikse po vi tani. Në fakt, ky ndryshim do ta bëj dhe unë edhe Eli. Pra, të dyja sot do kemi një ndryshim. Do thoni ju ç'a mund të jetë? Shkruani pak këtu në koment ç'a ndryshimi do bëjmë, unë dhe Eli, dhe mos bëni skip, dhe nuk e di domethënë, inshallah mos, nuk e dija do ta kem vendos te fotoja e videos që do postoj, po nëse gjithsesi, nëse nuk e kam vendosur deri tani, mos bëni skip dhe shkruani këtu poshtë në koment se ç'a mendoni se ç'a ndryshimi domethënë do bëj unë dhe Eli. E jam pak në stres sepse nuk e di a do na shkoj ky ndryshim që do bëjmë. Do shohim. Dhe nuk e di a do mësohemi kollaj dhe do ambientohemi me ndryshimin që do bëjmë. Të ha buk tani. E hapa pak vonë vlogun sepse gjatë paradites shpejt u bëra gati dhe vajtat e puna që duhet të mbaronim disa porosi. Për pak do ju tregoj edhe ndryshimin. Kam për të bërë punët e shtëpisë poshtë. Sot është e shtunë dhe uroj që nesër e diel ta kem postuar këtë video. Kam bërë shumë mungesa, e di ç'a do që të thoni, keni të drejtë. Mbase e keni hequr dhe fare subscribe, keni të drejtë, por duhet më mirë kuptoni, sepse leqë nuk kam fare me ide se ç'a video të bëj. Por më duhet një restart i mirë që të filloj të bëj video siç bëja. Atje ku bëja 3 herë në javë video, tani bëj një herë në 10 ditë ku kam përfunduar njerëz. Duhet të gjej përsëri Dezin dhe të bëj video siç duhet. S'kam qenë aktive. Por dhe ju nuk më ndihmoni të më jepni ndonjë ide, të bëj ndonjë video që nuk e kam bërë më përpara. Që të bëj vlog shpesh. Nuk dua t'ju lodh dhe ju t'ju tregoj të njëjtat dhe të njëjtat, shtëpi, punë, shtëpi, rutina ime dietme. Por sot thash po hap këtë vlogun sepse do bëjmë këtë ndryshimin që ju thash, dhe pse jo ta ndaj me ju dhe të shikojmë se si do ta përjetoj unë këtë ndryshim, dhe unë dhe Eli, do shohim. Të zbres tani, kam për të bërë punë të shtëpisë poshtë, bëhet sikur ka plas bomba poshtë, kemi pas as ujë, nuk e di pse, por nuk kemi patur ujtje që nga dreka deri sot në mëngjes, kështu që është mbushur lavamani me enë, është bërë kuzhina sikur ka plas bombë, rrobat e kurosura poshtë, rroba për të larë, kam gjëra për të bërë punë të shtëpie sot. Dhe nuk e dia do arrit shkoj prapë te puna, po besoj se ditën do ta kalojmë këtu, do shkoj dhe mbas dite 2 orë punë kemi të shkojmë te një vend atje ku do bëjmë ndryshimin. Në fakt e filluam që në mëngjes, po nuk filmova sepse thash që vë pak kështu të jeni kurioz dhe ju se ç'a do bëjmë. Të mbledh tani gjitha enat që kam këtu për të futur te lavastovili, se më në fund ju thash që erdhi ujë. Nuk kam kohë të piki direkt të puna që të heq. Kam kohë të heq rrobat tani. Inshallah s'bëhem pis. Pis do të shkon në vend. Do shkoj te puna dhe pastaj do shkoj atje ku ju thash. Tash me Elin. Si ka mundësi një gjithmonë, mua kjo më vonon, ma caron,
Nuk diluan me nervat e mia, një jetë, do me thënë, në mëngjes u zurëm për këtë punë, sepse më vonovi shumë të takimi që kishim. Tani përsëri kam gjysmore që pret që nuk e di si që po bente, se unë po merresha me enët, pasaj u ndrova si përfundim, dhe kjo zonja, qa bëhe deri tani? Mund të marrë vesh qa bëhe deri tani? Ishte të rrugullu dhomën, tani e gjeti. Presim divën tani, të bëhet gati që t'ikim, presim divën. Po. Nervat e mia, se keni ide. Thjesht kam kamerën hapur tani dhe nuk bërtas dot, se mund të filloj të bërtas siç po bërtisja në mëngjes. Atëherë të shikoni Dezin e vërtet. Kur acarohet. Me bë. Atë që bëja në mëngjes. Si që bën në për shtëpi, se kështu na bën si e mirë. Edhe ne dina me bë si të mirë në për rrjetet sociale. Do të presim shumë akoma. Ja. Se qa mu des se i thash unë, se u vesh shpejt mëngjes e bërtisja unë dhe vesh i rroba pa lidhje, në kombinim pa lidhje dhe tani, vajta i thash unë për atë kombinimin dhe tani kjo. Bunë sejder, edhe po vishet si zonjë. Qa mu desh mua, ja bëj vetës, do më thënë që të vënoj akoma më shumë. Eli, di edhe ta fiki kamerën e të filloj të bërtasën. Molto carne, siete conte dell'amato, Samantha? Ja. Nervat e mia. Që se kuptoj fare pse e kanë thirrë të pasqyron këtu, nuk e kuptoj. Se më bezdiste dhoma. Edhe e bezdiste dhoma, po dhe do që të ekzistoj pasqyra në për Po e shtëpi. du se shumë dhe i din krejt. Po nuk është për këtu kjo pasqyrë. Po s'ka të gjë. Mirë je! Haj. Avash, me Terezie? Boll, moj, boll! A nuk të zitina bukra të pare nëse do shpifena që do shpifena kur dhe në tela. Po nuk kam thënë se që do bëjmë. A, nuk e ke thënë. S'kam thënë akuma që do bëjmë. Kujtoj njerë si do bësh në një lifting tjesë që të bësh, në i filler aqë. Kur qovi njerë si që do bësh ti. Tërë bëjnë ndryshime për mirë, ne dyja. Kam marrur që them që kam pre flokët. A shtos me dalë në këtë, Pre dhe flokët. Na, është pak shtos me Si dalë në kam unë, ti është super mirë, mirë është. Po është shtos me dalë në këtë. Mirë është. Po bresi Melin, që të futem mua pastaj. E shumë ftohtë. Ja dhe mami, Meri. Më pak ftohtë. Pak. Tani po ikim të puna, do i them atë si qa bërëm. Ndryshimi do me thënë të e bërëm, nuk e di avurë të re. Që shihër? Melit. Tregon ndryshimin. Unë fu tërgoj vetë, ku dhe isha. Po duket edhe mos duash ta tregosh, do duket në një moment. Jo, nuk duket për moment. Duket. Okej, pra? Na, ma më përma ne qa kina bët tela me bërnejt kina vu. Si më duket. Pra vurëm tela. Sërmanja ke bën ai gjë, Ja? se ka bë kush më përpara. Si tregon ti, ha më tregoj. Po nuk du më. Në të shëmrova nuk qesh, apo bëhem të serios. Qa kam heq t'ja mbush mendjen Elit. Okej. Por zote na si lodh hiq me mush me anën ti, se vetë mu shkrep mu i ditë të Ku tu shkrep ty që ne kemi kaq vjet edhe të thash par djet, thash unë do mbyll takim, do vish apo jo? Ka që më se, nuk është sa mushët me i manën, me të Po mirë, sa vite kam që t'lutem? Po mirë ma ju kur të mushët manja mu. Ju mbush mendja. Mirë, s'kam hequr unë keq, ju mbush mendja më në fund Elit. Nuk është se duket. E doni? Nuk është se duket, kur flas për shkakun nuk është se Që duket. shirë? Le kur qes. A i shkyrë ose një? S'është nevoja për shembull të qesh me të madhe ose kur qesh vend dorën kështu para dhe. Po të paktën kur flas, po nuk duket.
ditën tjetër, sa po mbarova dhe punët dhe u bëra gati do dal njërë për kafe me mamin dhe pastaj do shkoj direkt te puna. T'ju them pak a shumë 2 fjalë për telat. Prisja të më dhimbnin më shumë, t'ju them të drejtën, nuk është se kam akoma ato shqetësimet që nuk durohen. Natën kam fjet mirë, se mbaj mend Angelo ka pas shumë dhimbje, nuk është se kam shumë dhimbje akoma. Të paktën ose janë dhimbje që i duroj, varet dhe sa duron njeriu, ç'a të them. Dje kur e gra buk ishin pak të bezdishme, të them drejtën, po vetëm pjesën e ushqimit nuk e di se si doja bëj, për shembull kur hate puna ndonjëherë, po gjithsesi do kem furç me vete që t'laj dhëmbë, ç'a të bëjmë. Ç'a doja t'ju thoja. Ju që më ndiqni kohë, e dini sepse ju kisha thënë dhe më përpara kur vuri Angelo telat, që mbase do t'i vendos, por thjesht më vinte zor për moshën. Tani pse vendosa që të vendos tani telat. Para 9 viteve, unë kam vendosur maskerina, pra para 9 viteve, ose ti madhë, po të kisha, 9 ose 10 vite pak a shumë, po të kisha vendosur atëherë njëra mirë kisha shpëtuar, por dentistja më sugjeroi, duke qenë se unë nuk doja që të vendosja tela, kisha kompleks. Atëherë imagjinoni dhe s'kam tani sot i madh. Nese, edhe më tha dentistja që ka dalë një mënyrë e re, nuk e dija unë, më thënë, sa po kishte dalë më duket këtu, ose të paktën nuk është se njihnin gjithë atë metodë. Dhe më tha, nuk e di pse dridhet kaq shumë kjo. Dhe më tha dentistja që ka dalë kjo mënyra e re, metoda e re me këto maskerinat, dhe vendosa maskerina vetëm te pjesa lart. Okej, u drejtuan, më tha normal që si punën që bëjnë telat nuk ta bëjnë maskerinat, i drejtojnë, po nuk i nxjerrin aq perfekt sa nesë. Vendosa maskerinat, i mbajta disa muaj, e mira me to është se brenda 7 muajve, 6 muajve së mbaj mend fiks ke mbaruar punë, dhe pastaj duhet mbash vetëm fiksusin disa kohë, dhe pastaj mban fiksusin vetëm natën. Si fillim okej, beta e kënaqur, por pastaj nuk e di se si, ato e humba njërë maskerinën, se duke qenë se ju e dini që udhëtoj vazhdimisht për punë, ose edhe për qef, po më shumë udhëtoj për punë, më duket se njëra e humba, kaluan ca ditë dhe ajo është e keqja sepse duhet, kam qenë shumë e rregullt me mbajtjen e maskerinave, thjesht më humbi njërë, sa erdha në Shqipëri direkt vera tjera më shtrëngonin shumë fillim sepse isha disa ditë pa to. E njëjta gjë më ndodhi edhe një herë tjetër. Edhe ato nuk e di sa herë që bëja fiksus tjetër, ato sikur fillonin të merrnin prap drejtimin fillestar, pra sikur po fillonin të shtrëmbroheshin përsëri. Vajta edhe një herë te dentistja dhe i thash një herë, më qelloi që ndeta 2 javë pa to, dhe i thash që më kanë humbur maskerinat përsëri, të bëjmë, jo, herën e fundit më ishin thyer. Duke qenë se kisha shumë, më shtrëngonin shumë, u thyen. Edhe kur i vendosa herën e fundit, kishte dalë një metodë tjetër që të vinte disa si pika në dhem, por mi vendosi pak më të mëdhaja se nesë, më dukshin sikur kisha stërdhem mbi dhem, sikur kisha dhem mbi dhem, aq të mëdhaja mi vendosi. Dhe mirë atë, por nuk është se nuk më tha që do bëjmë këtë gjë. Dhe mua merdi e papritur, vetëm kur në fund më dha pasqyrën dhe pa që më kishte vendos ato. Edhe i thash, nuk i dua t'i heq, dhe që atëherë hoqa dorë në maskerina. Nuk mbajta me maskerina dhe ato morën drejtim akoma më të keq, sepse po shkonin, po shtrëmbroheshin përsëri. Nuk është si kisha ekstrem, keni parë dhe nga videot, por po më bezdiste shumë kohë të fundit, sa herë që editoja, shikoja veten dhe dhëmbët dhe nuk më pëlqente fare kjo gjë. Dhe thash, okej, Desi duhet bësh diçka, ose me maskerina që s'bësh e fjalë maskerina vendosja përsëri, ose tela, ose do Venersa. Janë ato kurorat. Më mbush mendja, shqyr që nuk vendosa ato kurorat, sepse duhet të gryesha dhembim, pra do prisha gjitha dhembët, se dhembët i kam mirë, dhe ishte shumë keq, ishte gjuna, më vinte keq, plus që më tha dhe dentisti, kur ke dhemë të tuja është shumë gjuna që ti prishësh dhe ti hollosh dhe të vendosësh Venersa. E ka bërë Doni, por Doni kishte të nevojshme, sepse ishin zvogluar shumë dhemë, duke qenë si kërciste natën, dhe nese kishte dhe disa jo mbushje janë tek te dhe kishte të nevojshme, por duke qenë se unë kisha mirë, e vendosa, thash do vet tela dhe kaq mbaroi puna.
I vendosa. Tani, uroj që mos t'i mbaj shumë gjatë, por besoj se fillimi pastaj mësohesh. Gjithsesi nuk është se kam atë kompleksin që kam patur para disa viteve, kështu që nuk është se edhe sikur thot dikush diçka, nuk më intereson fare, tani mu mbush mendja t'i vendos, kur nuk është vonë dhe ju nëse keni arritur moshën time dhe doni të bëni diçka, por keni atë kompleksin e moshës, kur nuk është vonë. Nëse ju dijeni rahat me ndryshimin që doni të bëni, bëjeni. Për disa pyetje që më keni bërë për fshesën, sepse unë atëherë ja u tregova, por nuk ju dhash një review pasi e përdora për Dysonin. Si fillim më dukshte sikur s'mbante shumë bateria, t'ju them të drejtën, por nuk e karikoja unë aq sa duheshe, Elia më pak se duheshe në pris, me sa duket. Dhe okej, prap e them, nuk është ndonjë gjë wow, siç e prisja, por më mirë se fshesat me kapull është. Plus që ajo që më pëlqen më shumë është se ka disa kështu pajisje. Dhe ajo që më pëlqen më shumë është pjesa që fshin parketin dhe ka dritën atë ledin jeshil që të tregon plurat se ku janë. Domethënë shikon qartë ti se si fshin, se sa plura ka poshte, duke kaluar vetëm mirë ti e shikon që atje u bexic. Për këtë gjë është 10 në 10. Kaq. Për aq sa kushton, ja vlen. Nuk e di sa t'ju them fix. Më thanë që në disa vende ishte më lirë, dhe këtu në Shqipëri më thanë që ishte më lirë. Unë këtu nuk është se kam pyetur, në Greqi e mora 850 euro, tani këtu se sa kushton, ose në vende të tjera nuk e kam iden. Më tha një vajzë që e kam marrë me 500 euro në Angli, mbas aq janë, nuk e di. Unë ju them kaq sa e mora në Greqi. Nëse të paktën nuk jam zhgënjur aq shumë sa jam zhgënjur me Dysonin e flokëve. Paktën. S'kam ngrënë mëngjes, kam frikë të ha mëngjes. Nuk e di, më duket sikur çdo gjë sot dhe nesër do mundojmë t'i bëj në supë, formë supe. Sa po erdha te dyqani, Agilon deti një 10 minuta këndajt shumë, e? E lam Agilon këtu. Si kalove ti këtu? Shite gjë? Agilo ma kishte bërë shumë dram këtë pjesën e telave, më thoshte. Se më kanë ndim si kam pas më shtram se ty. E? Më kanë ndim, pra. Nuk më dhemi nash sa beti. Shumë, pra. Po dhe Ili t'i dhemi më shumë sot. Mua akoma nuk kanë filluar, domethënë dhimbje që nuk durohen. Dorish të bësh pak shoqëri? Kam ikë më qa. Kemi ikë, okej. Vetëm këtu, do më bëni shoqëri ju. Domethënë unë do bëj shoqëri, do ju bëj ju shoqëri. Sa po merdi porosia, një sekond të ulim zërin, sepse do na kapi copyrighti, një sekond. Merdi porosia, porosita një supeshku. Se thash vetëm supë mund të has sot, në fakt dje hengra makarona, po me zi tash më mirë po has supë këtu, sepse mund vi një person në dyqan dhe jam vetëm dhe nuk arrit të laj dhëmbët, kështu që më mirë thash po marr supë që ka shumë e nxehtë, mora supeshku që e porosita. Nesër do ta bëjmë vetë supën. Sot s'ka gjë, duke qenë se mora me punë të shtëpisë nuk arrita, që nga buka shumë e nxehtë. Se më ka marrë aq shumë uria, nuk e keni den sa dua të ha dhe bukën tani. Sidomos kur e di që nuk bën të hash, nuk bën. Në ambient pune tani, kuptoni. Se ju thash, kam hall se vjen një person tani këtu, në një kliente, duhet flas, shumë e bezdishme. Dhe paktën të ham vetëm supën që është e ujshme dhe nuk ngelet nuk ngelet buka në përdham. Po që pas kam zilik të bukën, nuk e keni idenë se që ka shumë e nxehtë dhe ka erë shumë të mirë. Supa që ka shumë e nxehtë njërë, kështu që do presim të ftofet qik dhe pastaj duhet të fitome në brenda të roba qepësia, sepse kam për të prerë disa porosi. Gabimi im është që erdha dhe ula këtu. Dhe kur ulesh për ton të çohesh pastaj. Ky është problemi, sepse kam edhe pak si ftohtë, sot nuk e di pse kam kaq shumë ftohtë. Vajtëm për kafe, por nuk bëra vlog, kam filluar harroj të bëj vlog kur dal. Dolëm për kafe dhe harrova të bëj vlog.
Po kisha shumë ftohtë, se vajt më shiro kisha shumë ftohtë. Aq shumë ftohtë sot, sa u bëra gati tiki, dhe kam veshur 2 xhupa, domethënë kam dhe xhupin lëkure që ka këtë pellushin këtu. Kam veshur dhe pellushin sipër që ma ka sjell Eli. Dhe jam si balen tani. Erdhën dhe vajzat që më bërën shoqëri këtu te puna. Dhe tani jemi gati t'ikim, të mbyllim. Ikim? Iki. Sa për lava dhemët dhe lava dhe ftyrën, dhe make-upin e hoqa me këtë këtu larësin e Seventeen është më i miri, sepse pastron lëkurën në thellësi, sidomos kur bën make-up, siç kisha bërë unë sot. Nuk ke nevojë ta heqësh si fillim me ujë mishelar, direkt me këtë dhe pastron e bën zinc. Pastaj, një sekondë dritë, unë s'di pse rri pa dritë. Okej. Pastaj vendos kremin e natës këtë këtu çka ndodh këtu nuk e kuptoj. Tani që është ftohtë, nuk e di pse është derdh kjo kështu. Tani që është ftohtë, e ndjej lëkurën edhe ndark, se ka raste ndark përtoj që them drejtën, laj fytyrën dhe shtrihem direkt dhe përtoj të vendos kremin, po tani që bën ftohtë e ndjej shumë të thatë në darkë, domethënë pasi kam larë dua më patjetër të vendos kremin që ta hidratoj. Dhe ky, përveç se është kremi natës, është sikur mban maskë gjithë natën në fytyrë, dhe kur zgjohesh në mëngjes e ndjen domethënë ke lëkurën shumë të butë dhe të hidratuar. Të thonë jo pse bëj më shpesh, dhe pse e neglizhoj ndonjëherë si hap, hadisi. Të paktën mirë që nuk neglizhojmë larjen. As punojnë dritat këtu ty? T'ju them se ç'a ndodhi. Agile, do ta thuash ti se ç'a ndodhi? I them Agilos diet lutem, hajde i them unë dhe më ndihmo më trego pak si ekspert në tela, më trego pak si të lej dhe më të thashun se kam frikë se mos bëj në një gjë, në një dëmtim. Okej, në këtë video kam shmend vetëm për tela u flas, e di po është herë fundit që do flas për tela, sepse pastaj do mësojmë nesër. Dhe shkoj lej dhe më tunë dhe ç'a psova? Më ngeci ajo qimja e brushës, brush nuk quhet, e furçës, më ngeci të teli, edhe mu varë kështu dhe nuk ikte. Nuk ikte, ky qeshte, i thoja, hajde bë diçka, i thoja, unë isha me ziflisë, se kisha furçën kështu që më varesh, domethënë ishte furça tu e mbajtur dhe po varesh e kështu poshtë. Ky qeshte me të madhe, thoshte donit dhe Elit, hajde në shikojeni se çka ka bërë, e kështu nese. Pastaj gjeti një gërsher që erdhi e previ në atë moment. Dhe pastaj më ka hequr doni me ato piskatoret që heq vetulla, që pastron vetulla, që e hoq, se nuk hiqesh, se si ishte ngatruar, se si arrita e bera unë këtë, të ka ndodhur ndonjëherë. Me shiher po më ka ikë, me ujë më ka ikë. O jo ujë, hidhja unë, e çoja lart, e zbrisja poshtë, nuk ikte, se si ishte ngatruar, nuk e di, dhe kisha hallin se mos bëra në një dëmtim, nuk e tërhiqja do, se po ta tërhiqja dhe do këputesha, po kisha se do këpusja dhe telin bashkë me to. Edhe, ja, kjo është eksperienca ime e parë kur lava për të parë dhëmbët dhe më tha, Agilu, duhet kesh më kujdes se t'i lash pak ma vashje shumë fort. Kaq. Njerëz. Tani, ta mbyllim këtë vlog këtu. Do shihemi në video në radhës. Ju mos harroni të bëni like, subscribe dhe çfarë të doni ju. Subscribe normal, ajo gjëja më kryesore. Mos harroni të bëni subscribe dhe na thoni, më jepni ndonjë ide dhe më motivoni pak që të vazhdoj me video. Bashkë do shihemi në video në radhës. Bashkë me Angels.